fotografi. Do më thonë, gjithë shka krejt jenë veç numra. Demek, veç qaj, që shtu po analizot, unë e s'kom pozicion, unë e s'kom sendrim, unë e nuk di, në 0 me dit, i kësha pas mund ma mirë, unë e nuk di. Po, kjo po vlerësot, Bili Vlora Stoku tha, tashma është okult kjo një farformë, është adhin, jeni bo okult, gjithë shka krejt tjertë jeni numra, veç Albini o baba, ju tjertë jeni të pavlefshëm dhe një numra. Kështu komentu kjo pjesë. Unë nuk kom pozicion, zmisi kraki, unë e veç shtrej pyti, unë e nuk di, me dit, i kësha pas mund ndryshe. Përzizja juj, ndaj komentimit, Bili Rjeti ka eksplodu në ironi dhe në sarkazm. Okej, se ishan do më thonë, njona është kështu me lego të lujtë Zoti Kurti, njona është me Deona Mihajlin, krejt tjetë jeni në shërbim, si lojrant me kukla, jeni në dirigim, cilë është komenti juj? Jo, nuk i kam pa ato se isha me njerëz gjithë ditën takime, shiko, e para, kjo është një afish, është një, le themi si një reklam, një afish, ku synohet me qenë sa ma koncis, sa ma, dhe më thonë, me i fut 110 fotografi, nga një anë njerëzit, edhe një kandidatët, në disa raste po mendojmë që është mirë me u pa numri, është mirë me u dit numri, me qenë pak ma i madhë numri, në vizit kartë, pak ma i madhë numri në banera. Dhe nuk mund të më anku nëse numrat vendosen theksohen kështu. Mund më dhej që është diçka pozitive, sa përket kryeministrit Kurti, normalisht që është kryeministri aktual. Solidaritetit a është me kohën edhe ky numër, pse veç ky fotografi e ju të tjirë numër. Ju akuzojnë kredit që është okult, do më jeni një farë okulti. Jemi në shtet në Republikë të Re, demokraci të Re, po në shumicën e vendeve demokratike, partit vazhdon ajo tradita e partisë me lider. Partia du të pas një kalaoz, dhe mirë është nësa i kalaoz, nësa i lider, ka respekt, gjënë respekt, respektohet, dëgjohet, edhe ka vizion. Do thotë, ne kemi fatin me pas Albin Kurtin si kalaoz, si pris, dhe pas një hezitim duhet, po mëndoj është këtë normale me nëzirë, prandaj edhe në tubim edhe Djen Mitrovic, banieri në ekran digital ishte kryeministri Kurti, ose Kurti 3, ose do thotë, është normale ajo. Këtu, jo nësë jemi numra, se cili numër këtu... Po, konteksti kështu për letëzot, edhe në akuzat që i kam pas në kalumen, që është funksionon ju krejtë si koalicion, që është Albini, dhe ona dhe krejtë tjerë tjenë në shërbim të këtyre dy njerëzve. Jo, është edhe një në faqen e lëvizjes, janë edhe, nuk janë veç numrat, nëse shkoni të faqe e lëvizjes, të një faqe që i dedikohet fushatës aktuale, jemi gjithë me fotot, dhe që ka hapësirë ma shumë aty. Këtu si që është, nuk e di në fakt, unë nuk e shoh problematikë. Jo, për shumë, që po këthejnë atë shteti, për shumë, për disa figurat, disa njerëzve, që për shumë, ashta njerëz nuk javë din, do me thonë, me Amnat Bashmir, ose vecinjojnë si figura, ose që, për shumë, që 68, Ilir Kërsjeli. Do me thonë, fotografia, nuk për shoh fotografin. Menon që ju e hapsin partive opozitare, mi thonë që ju krejt tjetë... Po të kishte qenë kjo formë komunikimit non-stop gjatë fushatës, okej, edhe unë kisha mëndu që nuk është bashkë në regull. Po në fakt, ne jemi me foto gjithandej, jemi gjithkund, jemi afishu me foto zyrtarisht në faqen Facebook, gjithkund, në faqen e lëvizjet dhe ndosje, jemi gjithë kandidatët me foto, me biografi. Do thot, nuk është kjo forma e vetë, kjo është një baner, një afish, kryet sot për shambull, nesër del tjetër format, tjetër dizajn, tjetër organizim i hapësirës. Kështu e komentu në sot partitë opozitare. Partia me malë opozitare, PDK-ja, zyrtarja me lartë i kësoj partije, Vlora Stoku deklarot, shtu zoti Kroku, një strukturë ku egziston vetëm një njëri, një zë, një vullnet, të tjerët janë të shumë, njerës që bindën, figurat të zavencushme. Kjo është ftyra e reale lëvizjes vendosje. Jo lëvizje, jo barazi për kult. Jo, zonja Qitaku, në fakt, ajo